Një propozim në lidhje me projekt vendime që do votojmë sot. Doja në fakt t'i bëja një apel parlamentit sot dhe të jemi të tregojmë ndoshta një vullnet më të gjerë, të gjejmë një gjuhë të përbashkët, qoftë edhe me presidentin. Do sugjeroja ndoshta ta ndërprisnim seancën dhe t'i kërkonim presidentit që mos e çojmë këtë përzgjedhjen e kandidaturave të gjykatës kushtetuese drejt një bllokimi dhe një konflikti tjetër të panevojshëm për vendin tonë. Mendoj se në këtë mes të gjitha palët kanë faj, të gjitha palët nuk po ndjekin procedurat. Mendoj se gjithashtu ka një boshllëk në ligjin e gjykatës kushtetuese. Prandaj mendoj se ulja për një marrëveshje për të gjetur një konsensus të gjerë në lidhje me kandidaturat dhe mos bllokimin e kandidaturave do ishte zgjidhja më e duhur për vendin tonë, sepse fundja po flasim për ngritjen e gjykatës kushtetuese, një nga organet më të rëndësishme të vendit tonë, që të gjejmë një gjuhë të përbashkët në lidhje me këtë pyetje.